Sfida e tretë është besimi. Ne duhet vazhdojmë të rrisim besimin, pra barometri që ne prezantuam përpara ca ditësh përpara institucioneve tregon që ka një rritje besimi, ka një rritje besimit të publikut, ka një rritje besimit kompanive. Vetëm do të jap një shifër sot që 7 nga 10 kompani besojnë që reforma në drejtësi ka bërë punën e duhur dhe sot ne kemi një sistem më të pavarur dhe sot kemi një sistem i cili mund të japë një drejtësi më cilësore nga më përpara ka qenë diku ke 3 nga 10. Për të kthyer edhe një herë te objektivi ynë madhor, i cili është mbyllja e kapitullit 23 në fund të vitit 2027, nga e cila na ndajnë 60 javë. Kemi një kronometër dhe kronometri që Ministria e Drejtësisë ka nuk është vetëm kronometri i Komisionit Evropian, është kronometri i qytetarit shqiptar. Qytetari shqiptar do të shikojë se si standardi evropian vjen në sallën e gjyqit shqiptare, qoftë ai i cili ndeshet me çështje civile, qoftë ai që ndeshet me çështje penale. Pra, nuk ka rëndësi se si ngjan qytetari, ai është i barabartë, kështu që ky standard duhet të jetë aty. Nuk ka rëndësi se kush është qytetari që hetohet nga prokuroria, ai standard duhet të jetë aty dhe ndaj thash që kronometri i qytetarëve që presin drejtësi çdo ditë do të jetë kronometri i Ministrisë Drejtësisë në këto 60 javë, sepse ky kronometër përputhet me kronometrin e integrimit evropian dhe ndaj barometri i drejtësisë do të ketë të dyja, dhe shifrat e sistemit, por dhe perceptimin e publikut shqiptar. Dhe besoj që objektivi ynë që ka një datë është brenda dhjetorit të 27-ës për piketat përmbyllëse duhet miratohen, që do të thotë që ne duhet jemi brenda shtatorit të 2027-ës, pra vitin tjetër në shtator të jemi gati të kemi mbyllur detyrat e shtëpisë që na lën raporti i piketave përmbyllëse.